që ta përmbledhi tër ofanzivën edhe defanzivën prej Suareke, prej Ferrande deri te Pisjaku i Celinës, jam munduar që t'i përfshij të gjithë. Për t'i nderuar të gjithë, kryetari i Këshillit Organizativ ju ka ftuar me 1 minutë heshtje. Unë ju përshëndes në radhë të parë kryetarin e komunës së Ravecit dhe komandantin e batalionit të Drinasit, Zoti Ismail Latifin, dhe gjithë bashkëpunëtorët të tjerë që e kanë shijuar betejën në këto vite. Para se të evokoj, jo para se të evokoj, po para se të elaboroj tërvijën ofanzive dhe defanzive të kësaj pike, po ja them një vasijet, mos me i thonë anekdot, po vasijet se ka bo vaki. Njeri prej bashkëpunëtorëve të mi shumë shok, shumë jaran, më ka thonë profesor, mos shkruj be mombre, se edhe s'pas lexon kërkush, po mos më tradhto. Edhe unë i kam thonë vallaj, nashta e analiz shkruj mo, se deri tash kam botuar 17 libra bashkautor, Feniksa të Liris, tash jam të libri 17. Thash, s'du me shkru, po të pys ty njëre, a njofit një Vardanin e në Gafcit? Tha po. Po një Fatmirin e në Gafcit? Tha po. Ky Fatmiri tha më vlau e një dëshmuri, o një mirë. Po a njofit një Bashkim Maliqin për në Ndubrave? Po dhe ato tha e njof. Po një Ferensatin, dalin e Dervishin Vijës, tha dhe ato e njof. Që te t'japin pare ata, te t'financojnë unë e ko me shkru. Qatë ditë finalin fondet, ta besën shqiptare që kur një fjalë ma nuk ko me shkru. Pra ndaj, në fillim i falenderoj të 4 këta që kanë bu gajret deri te libri 17. Edhe ata të Këshillit Iniciativ që u bon sebep atihin Avdi Gjafa, Gjevdet Duraku, Nësim Mullabazi edhe mduket edhe Gani Mullabazi. Edhe kemi startu me Feniksa të Liris. A mundemi me shty edhe ma teja jo, do të shojmë. E tash, pasi kam falenderu ma merë mendje se e kam kryer punën time dhe i kam arsyetuar deri kur do të punoj, po do të kthejem ndryshe ma pe jugu se qatë jetë për Shqipni e vjen mirë. Se kënejt e hoqës madhe po më prodhon kakofoni. Edhe ashtu hoqë gjithë në ka prodhu kakofoni. Ky front që historikisht tash u bo aktual në Facebook e për të lëgjoj, a është fronti i Zbishtës apo i Mileskës. Ju jeni banor, unë nuk jam banor këtu. Unë kam qenë Sharagji, unë i kom mërzu kretë të male deri në Ndobravo. I Zbishta është shumë largë, që tua Mileska, i Zbishta kufizohet me malin e Myrtës, me pronin e Qerqerve. Prandaj atje janë fronte tjera, këtu na flasim vetëm për betejën e Mileskës. Prandaj, a lavdit gjithë atyre që ranë. Kjo ofanziv në të cilën jemi thyrë, tash me i thonë unë, jobe unë s'kom qenë komandant, kom gjujtë si gjithë të tjerët, Mladenovici, Gjurici, Gjurukovici edhe Qelici. Ta tre kanë komanduar në urdhën e Manojlo Marko Marqeticit, ose Mane Marqeticit, kështu e njifshin për Zrini. Na kanë sulmuar prej jugu, prej asfalti. Urdhri i Tahir Senanit ka qenë me u kthy në asfalt, me marë pikën ku ka kris pushka e parë e Anadrinit në të Proni i Keq. Këta që janë gjallë tash, ma merë mendje Osman Zymeri është, edhe plot shokët e ti që kanë sulmu të Proni That, ose të Lazet të Randubravës, ma merë mendje kështu quhet. Edhe ka filluar. Ko forca, këta 3 individ që i numrova, për sëri janë angazhuar që të thejnë ushtrin shqiptarët Kosovës prej i Zbishti deri në asfalt. Kështu që kjo vija edhe defanzive po se po edhe ofanzive. Ashtë shtrirë prej Reshtani, ka Sudenqani, ka Samandragja dhe në Pterush. Dhe në kuadrë të lëkuqeve të majit, kanë rënë Valon Myrtaj, i cili nuk ishte i jonë këtu, ishte i Stogut, i Vrellës,
i uqës heroike ku rënë dhe dëshmorët e parë për shkollat e Kosovës. Pastaj kanë rënë në front në pikët e Dabërdelanit, Studençanit, Demir Demiraj, Recep Demiri, Bujar Thaçi, Hysén Hoti, Ismet Kodra, Nehat Jupa, Omer Gega, Sinan Hoda, Jetish Kabashi, Jeton Kabashi, Nazmi Hasani, Agron Bityqi dhe plagoset rënd, Manush Berisha, kurse vija ofanzive e Hamovcit në Ravec, të cilën e ka drejtuar vetë Tahir Sinani, duke e dorëzuar detyrën komanduesi Ismetarës, komandant Hoxhës, e cila shtrihej prej Hamovceve, Kavori Daftit, deri në Pisjak Celinës, deri të Ismail Latifi, kanë rënë, komandanti batalionit kanë rënë, Bekim Sylka i pari i cili në ka hapë këtë front, Sadedin Bayram Hajda, dëshmorë të cilë ndjekim i përkujtuar, pastaj, Meçit Murtazan Mustafa të malet të Loma Gjepeselit, Milaim Morina Gjevdet Kresnici, Alajdin Elshani dhe Gjevat Elshani e Selim Berisha të Lugjet apo të Parakatundet e Hoqës Vogël gjatë depërtimit jo tërheqjes. Ne nuk kemi bërë tërheqje. Ata kanë luftuar heroikisht në bjeshkët e Hamovcit, në Lugjet dhe në Parakatunde, edhe kemi mbrishur ndoshta si arra deri te malet e Gjepeselit, deri te Loma e Gjepeselit. Pas rënjes Meçit Murtazan Mustafas në frontin prap në këtë djathtën time ka villishtet, do me thonë në drejtimin e Shkozës, pika Samadragjës, kanë rënë edhe Avni Hodaj, e këtu të unë, në këtë pikë ku jemi tash, kanë rënë Bedri Berisha i Valljakit, Habib Gashi, këtu i në Gafcit tuaj, Ismail Gashi i Krushës Madhe, Gjali Plakut, edhe Mesur Zibera i komandant 500-shi, po kurse janë plegu, kanë rënë edhe Rushdi Jupa dhe Arif Gashi. Në këtë front, afër meje, për një 5-6 metrë, dhe pse plot gazetarë kanë pytë, ku metën 5 metrë të Sabaudin Cenës? Po 5 metrë jo të restoranit, maleve të Mileskës, për 5 metrë këtu janë të mëdha. Këtu afër meje ka rënë Kurtish Hasani, kurse janë plegosur rënd Recep Krasniqi, tash duhet me thonë Recep Nes Krasniqi, se ka shumë Recep Krasniqa, o Recep Nes Krasniqi, Recep Morali, që keni qef, ju e keni jaran, e keni shok të gjithë edhe unë, edhe është plegos Selim Vefa, po Selim Vefa i Gashi pe Hoqës Vogël, edhe Isa Gashi. Të treti kam gjithë të plegosur, jam munduar me ndihmu boll. Edhe deri në momentin e fundit deri sa kanë fillu me marrë frymë lirisht, ju kam shoqëruar, jam munduar edhe gjatë këtyre 20 vjetëve me ausqëru të vërtetën për betejën e Mileskës. Mas pari ju falenderoj juve, Krushën, Celinën, në Gafcin, Hoqën që po na bani kallapallak edhe penderoni këtë vend. Ju falenderoj edhe gjithë ata që po thojnë po ju rënë profesori se s'din send. Nëse unë s'di, dilni spjegoni ju, unë dhe Agim Popaj jemi gati po mdo këtë vetmit që tash jemi gjallë, që kemi përjetu këtë brazdën e ati vneshtit të famshëm, që doj në kanë shpëtuar, do në kanë sakatuar. Juve që po vini këtu regullisht, edhe profesorit nga Tirana, të cilin besoj se do të dëgjoj, vallaj nga zemra ju falenderoj të gjithve. Zoti ju lash nosh, ata e kanë lavdin e vetë, sepse mullafetajnë do të citoj, çdo dëshmor e ka të hapur derën e parajsës. S'kemi nevoj na mu lut, na kemi minderu, ata kanë kry lutjen e vetë dhe janë në parajsë. Fëmijët e tyre, qysh po e shofi veç i kanë bërë ka 20 vjetë, sot e kom pa në Facebook edhe flaka Zimberajnë. Moj nona eme, kur për kujtoj, sa ka qenë flaka, edhe ku ka ardhur që sot u bo gati nuse, edhe ishala bot nuse edhe ma frik, dëshiroj veç t'ju shoh për të mirë,
dëshiroj që të ruani forcën, piklimin, tronditjen, por edhe krenarin të ndani së bashku me ne. Unë edhe mate ju betohem në këtë moshë 67 vjeçare, do të mundohem me ju qëndru pranë. Aqë sa mundem me ju dhonë gajret. Gjithët ata që më keni nderuar, valla ju falenderoj ma tepër s'keni mujt me më për mua. Ila i s'mundeni me më këndu, për arsye se gjithë ose jeni pjesëmarrës të kësaj lufte ose nuk jeni hiç. Prandaj atyre lavdi, kushdo që do të flas para me goja e lumë, zemre i këndoft edhe atyre nazit, sidomos që po na i glorifikon ju, a i thot të vërtetën, edhe juve familjarëve dëshmorëve. Dëshiroj që në të ardhmen të shihemi për të mirë. Kryetar, shumë falenderit që po mi mundson këto minuta, edhe mi falenderu të gjithë ata që më kanë ndihmuar deri tash.